Çmimi i ofertuar ka qenë rreth 264 euro për megawatt. Ndoshta do t'i durohen edhe ta mbyllin komplet prodhimin. Ka 19 operatorë të cilët ne i kemi dërguar kërkesë për të marrë ofertën edhe të njihemi më shumë me këtë situatë me cilën do të ballafaqohemi. Na është dashur 2 muaj ditë, ndoshta rreth 2 muaj ditë derisa një nga operatorët ka arritë dhe të na jep një çmim i cili ka qenë çmim jashtëzakonisht shumë i lartë, si çmim i ofertues në fillim. Kompania vetme nga 19 operatorë të cilët kanë qenë të licencuar, ka qenë kompania Kesko, e cila na ka arritë dhe na ka kontaktuar për me diskutuar çmimin me të cilën mund të nënshkruajmë kontratë nga data 1 qershor. Çmimi fillestar nga një nga takimet që kam qenë vetë prezent është bazuar mbi kalkulimin e kosteve të vitit të kaluar dhe nëse kishmi marrë një çmim fiks sikurse është prezantuar, domethënë janë 2 forma të çmimit të cilat kompanitë mund të nënshkruajnë për tregun e lirë, çmimi variabil dhe çmimi fiks. Si mesatare e periudhës qershor deri në dhjetor, çmimi i ofertuar ka qenë rreth 264 euro për megawatt. Ndërkohë, kompania cilën e kom përfaqësuar në këtë rast konsumin bazë konsumit, çmimi mesatar të vitit kaluar ka pas 73 euro për megawatt. Prandaj ka qenë një rritje jashtëzakonisht shumë e madhe. E kemi ngritë këtë çështje më një herë edhe me kompani tjera. Të njëjti rast është domethënë edhe të një pjesë e konsiderueshme e kompanive prodhuese ku çmimet e ofertuara kanë qenë jashtëzakonisht shumë të larta. Po du me ditë sa kompani prodhuese kanë me u prek prej këtij vendimi edhe a ju kanë këthy përgjigje furnizues tjerë, çka ju kanë thonë, ata përveç Kesko, se na treguat se veç Kesko ju ka ofruar, ju ka dhënë ofertë, po çka kanë thonë tjetër, ju kanë këthy përgjigje? Po, disa prej furnizuesve na kanë kthy përgjigje. Sharcemi na ka thënë që unë nuk kam plan të furnizoj tregun, nuk jam i gatshëm për me jap, sepse kam këtë kontratën vetëm për nevojat mia të furnizimit. Në përgjigje nga Keku që e kemi marrë, Keku na ka thënë që ne jemi të gatshëm, nuk jemi të gatshëm me ju furnizuar sepse këtë prodhimin tonë e kena të orientuar edhe të obliguar me dhanë vetëm ndaj Keskës. Së fundmi Keku ka filluar me reagu, po shpresojmë për mirë, po presim ende s'kemi diçka konkrete, ndërsa nga operator tjerë ka pas që cilët na kanë thënë që nuk janë të interesuar për me ofertu në këtë situatë. Dhe ka kompani të tilla të cilët raportojnë edhe na njoftojnë, të cilët nëse na vazhdojmë me këto çmime të tregut, na urojmë që të ketë çmime të cilat janë me rajonin edhe të janë konkurruese, sepse kjo është logjika e tregut të lirë. Nëse vazhdojnë nga 1 qershori me kontrata të tregut të lirë, me çmime të tilla, nuk do mend që në një periudhë shumë afaqshur ndoshta do t'i durohen edhe ta mbyllin komplet prodhimin. Dhe kjo realisht është nuk po du me shpërnda panik, po është shqetësimi i tyre të cilët ata e ngrisin të na. Kompanitë është e vërtet që jo të gjitha kompanitë prodhuese ndoshta e kanë pjesëmarrjen e njëjtë të shpenzimeve të energjisë elektrike, mirë po një kompani e konsiderueshme e prodhimit do të preket edhe do të afektohet jashtëzakonisht shumë. Prodhuesit kanë kërkesë shumë të sinqertë. Mos na detyroni të dalemi në tregun e lirë, të paguajmë shpenzime operative, se shpenzimi operativ nuk krijon të hyra. Ai është një shpenzim rrjedhës operativ i asaj periudhe dhe ma nuk rrjedh. Na kemi projekte konkrete të cilët kishmi mujt mi kapitalizu ato shpenzime dhanë. Investimin, të kthejmë shpenzimin në investim dhe në këtë rast përfiton shteti, përfiton biznesi, përfiton konsumatori, përfiton edhe vetë institucioni, sepse është një strategji e energjisë gjelbërt për investime, sidomos në panele solare, dhe na e kena atë potencial në bashkëpunim në institucionet e vendit me mbulu mbrana këtij intervali kohor, nëse ndëgjohet kërkesa jonë për pezullim të këtij vendimi, nuk po kërkojmë shtyrje patjetër një vjet, po kërkojmë një shtyrje e cila e arsyeton fazën kalimtare, tranzitore të kësaj situate, të përgatitemi krejt bashkë. Na jemi për treg të lirë, nuk jemi kundër liberalizimit të tregut të lirë, na jemi për një treg liberal të lirë i cili na ofron konkurrencë, sot konkurrencë nuk kemi. Konkurenca mund të më kriju ditët e fundit, pa është zgjidhja.